Uroj të jeni mirë. Sot do të flisja për vazhdimsinë ose përditshmërinë brenda nesh dhe trupi jon. Më duk shumë interesante dhe e nevojshme në moment e kisha këtë mendim për të trajtuar këtë temë, këtë gjë shumë thelbësore, për të sjellë sadopak vëmendje tek ju rreth vazhdimësisë ose përditshmërisë së tuaj dhe të dëgjuarit të trupit. Por çfarë është më konkretisht përditshmëria dhe trupi jon? Ne jemi gjithkohës në ndërveprim brenda vetes tonë dhe gjithkohës duke interpretuar brenda vetes atë se çfarë ndodh apo çfarë perceptojmë me ndjesitë tona brenda trupit, si janë dhimbjet, rrëngimet, niveli emocional. Duke interpretuar vazhdimisht brenda nesh, por asnjëherë duke tentuar që t'i kuptojmë apo të pyesim brenda vetes çfarë është kjo, pse po ndodh, edhe pse kjo